Çka dihet deri më tani për vrasjen e rëndë që ndodhi dje në qytetin e Gjakovës? Një ngjarje e rëndë ndodhi dje në orët e hershme të mëngjesit, duke e tronditur qytetin e Gjakovës dhe më gjerë. Si pasojë të shtënave me armë zjarri ka humbur jetën Rasim Binakaj, ndërsa i plagosur në krahror ka mbetur Edi Mehmeti, i cili sipas mjekëve ndodhet jashtë rrezikut për jetë. I dyshuar për këtë rast është Nejdet Zymberaj, pronari i lokalit My Place, i cili fillimisht ishte larguar nga vendi i ngjarjes menjëherë pas incidentit, por më pas ishte paraqitur vetë në stacionin policor në Gjakov. Ai ka dorëzuar armën me të cilën dyshohet se ka kryer veprën, së bashku me një karikator dhe është konfiskuar si provë materiale. I dyshuari është intervistuar në prani të avokatit, por ka shfrytzuar të drejtën ligjore për të mbrojtur në hishtje. Me vendim të prokurorit, Zymberajt i është caktuar masa e ndalimit për 48 orë, kurse rasti është iniciuar si vrasje e rëndë dhe mbajtje në pronësi, kontroll ose posedim të paautorizuar të armëve, ndërsa hetimet për zbardhjen e plotë të rastit janë duke vazhduar.